Kardashian e trajton likurën me pajisjen që unë e kam në biznes temin. Pse mi I fillerit? Pse mi I botoksit? Kreti në vë njësoj. Ti s'kish ka gjonë mo një buzë ndryshe. Kreti ki njësoj. Ta ma shembull të ftyrat publike, kreti në vë njëjtë. E qikat e reja pse? Pse dojnë me shkatru veten e vetë? Se ti, nëse ke hi me bon një ndërhyrje, besoje të Zotin, nëse e ke bon një ndërhyrje, një pjesë tjetër e likurës, një pjesë tjetër e ftyrës tu ka prish, ki me bo edhe që aty. Ki me bo edhe që të, se del për sistemi I likura. Pse mës me majt vetën femrat e sodit? Ka mundësi sot më majt vetja, ka mundësi, çdo gjë sot është e mundur. Për këtë po thëmë, që ato 2 euro që dalin I pinë, kafe, prap po lidhna që aty, ma mirë ato 2 euro me shti në gjep edhe me shku një herë në mujt me trajtu likurën sa do pak, bile mi a dhon një refresh likurës, se femrat sot jënë prezente, nuk jënë si qifti nonës teme. Edhe nona eme sot është prezente, se deli hypa autobusit, shkon ka donë, shkon të dojat e tezjat e hallas, edhe shkon edhe me kerë, ose shkon në supermarket, ju sukur për para si s'ka guxoh me dalë. Edhe nona eme që është 70 vjeqe, unë e mendoj që ajo sot duhet me pas një likur, jo pa rrudha, se rrudhat e kanë ishin e vetë, po me pas një likur pastër, mes me pas ato me tizerat e zi që a kupton çfarë po du me thonë, se ndoshta mos po du me fol ndoshta fjalën më të keqe, po mos më të ardh gërdi, a kupton? Po me pas një likur të pastër, edhe pse është 70 vjeçë, me pas një likur të pastër. E lemo për rinin e për zonjat që punojnë, që edhe rinia, pse me qit ka një kill me kap në fytyrë, ku ka sot zgjidhje, mu trajtu likura, ki zgjidhje, nuk është të thone as vjen tone, se njeriu shkon aty ku ndihet mirë. Ku ndihet mirë. Po, do me thonë aty ku ofron gjuhën e komunikimit. Po, me trajtu likurën, unë e kisha thonë është shumë e nevojshme me trajtu. Cilat mosha pe bojnë ma shumë, se për para 2 ditëve keni deklarat dikon që hasat ashtë më vjen në men kush e tha, që gratë që janë ma të më shumë, dikon 65 vjetë, 70 vjetë, po këshyrin më këthy më bosa këto trejat, me përmes ndërhyrjeve kështu, sa hasin që tu, për shambull që vinë dhe dojnë mja hek rullat për me njëherë ashtu. Po, shumë e vërtet, sot e kisha 2 kliente, që I kisha se unë e kam hapë edhe pikën e tretë në Prizren, do me thonë është pika 3 tash në Kosovë, që e kam hapë biznesit, edhe sot I kisha klientët, ajo e kish likurën shumë dëmtume, pa trajtume, edhe unë ja spjegojsha I thësha zi, ki qëtë problem, nuk I interesojke. Vish qysh me hek rrudhat, dhe ke qysh po me hek që të rrudha. I thësha po njëherë trajtoje për likurën, njëherë trajtoje se as krema nuk të rinë. Jo dhe ke kom ly me krema, me kanë pru për Zvicrë, o e ke ly thësha kotë, se ti e ki sukur një fasadë, ftyrën do më thonë nuk depërton ku gjo mranda në likurë. Thësha ti trajtoje njëherë që të likur, trajtohet edhe rrudha, pse dënë? A këto që thojnë, po dojnë mu dok 2 vjetrat si trejat, unë nuk kisha thonë ashtu, se edhe vjetra është mirë me trajtu. Po, ljarë që tyne ndërhyrjeve, botoksit, fillerit, se sot ki aparatur që hidraktohet likura, hidraktohet rrudha, hidraktohet çdo gjë, edhe nuk du me fol për botoks e filler, se të mandej I bjenë cukur po jap opinion të keq, se unë e besoj si tash e din gjithë se cili person shka është botoksi edhe shka është filleri. Amo, kur të bona nështë një 60 vjeqe, 70 vjeqe, nështë edhe unë e aplikoj, që du mu konë pak ma ndryshe. Amo për që tash, nuk mendoj me apliku. Nuk mendoj pse kom teknik, kom produkte, kom që muna me hidraktu rrudhën, muna me hidraktu likurën, e qikat e reja pse? Pse dojnë me shkatru veten e vetë? Se ti, nëse ke hi me bon një ndërhyrje, besoje të Zotin, nëse e ke bon një ndërhyrje, një pjesë tjetër e likurës, një pjesë tjetër e ftyrës tu ka prish, ki me bo edhe që aty. Ki me bo edhe që të, se del për sistemi likura, mazane je e obligume ti me e bon. Pse del për sistemi, të formohet kjo, a kuptan, ti që to e ke nreq, që kjo që ka tu ka ngrej, apo më kuptan që apo du me thonë, edhe tani
Kjo është problemi si të një ti hene edhe sun del mo, se nuk je mo ajo që je konë. Nuk mundesh mo ti me qitë ftyrën tonë që ke pas. Pse moshat e reja më shumë ndoshta po I kërkojnë çdo ndërhyrje, jo buzë, hunje, faqe, jo botox, ku po influencohen, ku po I shohin çto, ku po mësohen. Po tash qëre, unë thëmë si krejt rrjetet sociale, ato rrjeti social ka dhe gjonat mira dhe gjonat këqija. A kupton? Tash mi thonë dikujna si artistët e Hollywoodit kanë shumë pak si gjona, nuk e besojnë. Tash, ato këto trejat, ma mirë është me hi me marë shembull, ta marë shembull të artistët e rej, artistët që me të vërtet e kanë likurën, ta marë shembull Kim Kardashian. Kim Kardashian e trajton likurën me pajisjen që unë e kam në biznes temin. E I drakton krejt trupin me qatë pajisje. Edhe ajo nëse bëhet edhe 60 vjetë e ka me pas trupin, është super normal. Marë shembull, më falë që po të marë shembull ty. Tash ti, pse mos me ju hi trajtime që me menu ma vonë që ti ki më konë me një pamje shumë të bukur. Pse me hi fillerit, pse me hi botoksit, kur ti je një gocë e re, me një likur të re, me një gjotë që rregullohet shumë shpejt, se likurat e reja gjithmonë rregullohen ma shpejt, se sa likurat e vjetra, edhe ti kur bohesh 60 vjeçe, ti ki më konë me një likur të bukur, me një trup të bukur, me një pastria, pa se e ki mirë mbajt vetën. Po, I ke nejt gati edhe ma ndej e ki. E ki nejt gati. Ketë po thëmë, unë e kisha dhënë apel, mu largu prej këtyne. Botoksave, filleri. Okej, nështë filleri është që ti ndihesh, nështë pak me një, që në thonë, me një buzë matë fryme, ma voluminoze. Den me pas pak, adin pak ma ndrysh, po unë e mendoj që I kreti në vë njësoj. Ti s'kish ka gjonë mo një buzë ndryshe, kreti ki njësoj. Ta ma shembull të ftyrat publike, kreti në bë njejt. Kreti në bë njejt. Nuk mundesh me dallu mo cila është ajo, cila është kjo, veç që kreti në bë njejt. Kreti trajtoje bre likurën trajtoje. Apo më qesa me kap kom sot. Do me thonë, trajtoje likurën. E unë mendoj që ka zgjidhje, ka bio sot dush. Unë me voje ku mojt. Bile kur ja lyp shavjerës teme, atëherë të bu, vëllaj, ku gjë me zërë ma jepse. Të kush të vuës me qita, dit. E theke jo se ja u përzhiti djepve. Po. Se atëherë o konë që është të mutë, çdo gjë o konë pak si me, nuk ka pasu kur sot që janë çdo gjë është e shumë. Po. Edhe isha hajtë bitë të lutë në ama, se po du me qitë në ftyrët, kush të vos. Po. Ki kush të vos, ki mjalt, ki vajtullirit, dhe më thonë ki bananën me shtyp, çdo gjë. Veç hene lexoje këqyre, çdo gjë është sot në rrjetet sociale.